يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Në tjetë për juve muslimanve një grup I cili urdhon për të mirë dhe ndalon nga keqja, dhe këta do të jenë prej të shpëtuarve. Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dhe mos u bëni sikur ata të cilët u përqarnë dhe u kundërshtuan mes veti pasi që u erdhën argumentet wa ulaika lahum adhabun adhim, se ata kanë me marrë dënim të madh. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Atë ditë do të zbardhen, do të shndriten disa fytyra dhe do të nzihen disa të tjera. Fa amma alladhina swaddat wujuhuhum, sa përket atyre të cilëve u nzihen fytyrat, akafartum ba'da imanikum, a keni mohue pasi që keni besu, fadhuqul adhabe bima kuntum takfurun, tash merren dënimin për shkak që keni mohu. Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, sa përket atyre të cilëve u shndritën fytyrat e tyre, ata do të jenë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, aty kanë me qëndrua për gjithmonë. Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq. Këto janë argumentet, ajetet e Allahut subhanahu wa taala që u lexohen juve me të vërtetë. Wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin. Allahu subhanahu wa taala nuk e do padrejsinë për krijesat e tij në gjithë globin, gjithë krijesat ka I ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është përkthimi I ajeteve, kurse komenti I ajeteve waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair, në tjetë për juve një grup I cili thret për të mirë, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, e që urdhron për të mirë e ndalon nga keqja, wa ulaika humul muflihun, ata do të jenë të shpëtuar. Muslimanët secili veç e veç e ka për detyrë me urdhru për të mirë dhe me ndalu nga keqja. Kurse kur funksionon shteti Islam në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, duhet me pas njerëz special, njerëz të caktuar, të cilët marrin përgjegjësi shtetërore për me e përcjell gjendjen e popullit dhe me urdhru për të mirë e me ndalu nga keqja. Urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja I ka 3 faza ose 3 mënyra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush e sheh për juve një keqe, në të ndryshon me dorën e tij. Fa in lam yastati', nëse nuk mundet me ndryshu me dorën e tij, fa bi lisani, në të flet kundër asaj që është e keqe. Wa in lam yastati', nëse nuk mundet as me fol, fa bi qalbihi, atëherë në ta urrejn atë keqe me zemrën e tij. Wa dhalik, dhe kjo urrejtja atë keqes vetëm me zemër, adhaful iman, është shkalla ma ulët e imanit. Dhe kjo është rregulli për të gjithë muslimanët. Kush do që prej muslimanëve e sheh një të keqe dhe mundet me ndryshue me dorën e tij, duhet me ndryshue me dorën e tij. Nëse nuk mundet me ndryshue me dorën e tij, atëherë duhet me fol kundër asaj të keqe me gjuhën e tij. Nëse nuk ka mundësi as me fol kundër asaj të keqe me gjuhën e tij, atëherë duhet me urrejt me zemrën e tij.
Dhe radhitja se të keqen me ndryshuar me dorë e ka veç pushtetarët është gabim. Radhitja se me fol kundra të keqes e kanë vetëm dietarët është gabim. Nga se i bjen që populli të gjithë duhet veç me hesht. As mos me ndryshu përgjëhesh, veç me urrejt të keqen me zemër. Dhe kjo është komentim i gabuar. Nuk ka dyshim se ma shumë përgjegjësi kanë ata të cilët kanë pushtet për me ndryshu të keqen me dorë, ma shumë përgjegjësi kanë për me folë me gjuhë ata të cilët kanë dituri, dietarët, por se kur nuk përjashtohet kërkush prej muslimanëve që nëse ka mundësi, edhe nëse s'ka kurfar pushteti, nuk ka mundësi me ndryshu të keqen me dorë, do të me ndryshu me dorë, qysha. Edhe për me folë këndra të keqes nuk është kush me qenë dietar. Një çështje e din, një fjalë të Allahut, një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kundra në fjeqet me folë kundra asaj. Nga se ndarja e grupe të devijuara, zakonisht prej murgjeve, e bën këtë ndarje. Keqen me ndryshu me dorë, vetëm ata të cilët kanë pushtet. Që kërkush, eshe muslimani zararin, jo du me prit parë me ndryshu e kryeministri, po këtë a jem me men, as jem me men. Kush do që eshe të keqen dhe mundet me nalë, du të me nalë. Është dikush të bo zarar dikur atje, hec muslimani për udhë, është dikush të prish rrugën atë u ku di qëfar të keqe, ja, zbon me nalë, në të vazhdojnë të keqen e, qysh zbon me nalë, do të me nalë. Nëse ka mundësi. Gjitha mundësit janë se nalë. Pse me prit me ardhë pushteti me nalë të keqen. Uja të imi prish vijat, kështë të ja, zbon me nalë me prish ujnë, se du të me ardhë ata cilat kanë pushtet. Më ndroja me ujtë rrugën, se a ki mundësi me nalë të keqen, po, pse se nalë të keqen? Ku është argumenti që Allah subhanahu wa taala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndryshimin e të keqes me dorë jo kalon vetëm atyre që kanë pushtet. As ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më thonë kush është për juve që është pushtet në të keqen ndalen me dorë, kush është për juve dietar falni kundër të keqes, s'ka thonë kështu. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kush është për juve, ju kush jeni ju musliman. Kush do prej muslimanëve që është e një të keqe dhe mundet me ndryshu, atë keqe duhet me ndryshu. Pat pushtet ose s'pat pushtet. Dhe kush nuk mundet me ndryshu atë keqe, për shkak se nuk është në mundësinë e tij që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, duhet me folë kundër asaj të keqe. Edhe me folë kundër asaj të keqe nuk është kush me kon dietar. Por është kush me ditë rrëth që se të keqe. Një e keqe është një dim. Me parë dikon të pi alkohol, asë vërë me thonë, mëse haram është, me priti që ulemat, me thonë, hajtë me japë ulemat ati, me thonë, se këshire, keqe të bo, është haram. Qëfar devijimi? Edhe këta nuk e bojnë, nuk e ka bokush vesh me imbrojt, ata të cilët kanë autoritet edhe me hitë përgjësien për veti, ata të cilët kanë mundësi me ndryshu të keqen e nuk e ndryshojnë. Për të kjo është devijimi gabum. Shpjegimi gabum i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kush do që ka argument ndryshe, në turnam të argumenton. Ama argument më konë ka thonë Allah, ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo me folë për Allah. Allah, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka ndërkuar gjithë se cilin musliman që nëse ka mundësi me ndryshu të keqen në të ndryshon. Me dorë. Nëse s'ka mundësi me dorë, e ndryshon me gjuhë. Ke kush kja, ke dietar, s'ke dietar, ke pushtetar, s'ke pushtetar. Muslimana është po. Nëse mundesh me ndryshu të keqen, me dorë dush me ndryshu, me dorë. Me po do përlogru dhe, zbën me hekë të me thirë, pushtetar me hekë përlogru, po hekë më se kjo keqe është, ti vetë dush me ndryshu, me hekë vetë. Dhe qëka do, që është e keqe, që dhe e keqe përcaktohet normal, qëka ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është e keqe,
kush do prej besimtarëve që është një të keqe, që Allahu ka llogarit të keqe, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka llogarit të keqe, nëse mundet me ndryshue, e ka për detyrë me ndryshu, me dorë. Nëse s'mundet, atëherë do të faktet me folë kundër asaj të keqe. Për me folë kundër asaj të keqe, nuk ka nevojë më kon dietar, por dietarët e kanë përgjegjësinë më të madhe. Për me ndryshu të keqen me dorë, nuk ka nevojë më kon punëtori i shtetit, po përgjegjësinë e kanë më të madhe ata të cilët kanë autoritet më shumë, fuqi më shumë. Dhe nëse s'mundet as me dorë, as me gjuhë me folë kundër asaj të keqe, bi qalbihi, atëherë të keqen duhet me urrit me zemrën e tij. Dhe kjo dhaful iman, dhe kjo është shkolla më e ulët e imanit, me punën musliman në çat drejtë, as me dorë s'mund me ndryshu sen, as me gjuhë s'guxon me folë sen, veç me urrit me zemër, kjo është dhaful iman, shkolla më e dobët e imanit. Pastaj nëse të keqen nuk e urrin as me zemër, ma për te kësaj nuk ka iman. Nëse vepra ka qenë kufrit dhe nuk urrejt me zemër, edhe personi është kafir. Nëse vepra është mëkat, edhe nuk e urrin besimtari me zemër, mëkatin e tij, atë mëkat që është të bën, nuk e shesit keq, kjo është mëkatar, barabar me ata që e vepron. Për shkak vëdhali kjo dhaful iman, shkolla më e ulët e imanit është me ra, mos me mujt as me ndryshu me dorë, as mos me fol me kundër saj kur gjë, veç me urrit me zemër. Pastaj urritja me zemër është në rrezik shumë, për shkak se nëse heket edhe kjo, atëherë nëse heket të çështjet e kufrit, të shirkut, të nifakut madh, atëherë edhe personi e merr dispozitën e atyre, nëse heket të gjunat, edhe personi e merr dispozitën e gjunave. Kurse më kanë musliman që kanë rregull, që kanë punë më mirë, duhet me pas edhe një grup të përcaktuar, të ngarkuar me detyra të veçanta që me përcjell çështjen e njerëzve në rrugë, me përcjell çështjet e njerëzve nëpër tregje, me përcjell çështjet e njerëzve nëpër xhamia, kado që ka njerëz me këshill ku ka gabime, edhe me urdhëru për mirë njerëzit, edhe me ndaluar nga keqja, dhe këta njerëz pastaj do të normal me pas një uri më të thella, me pas edhe kanë autoritetin për shkak se ngarkuar nga shteti dhe e kanë mundësinë për me rregulluar çështjen më mirë. Por kjo çështje pastaj kjo nuk do të thonë se të tjerë nuk kanë përgjegjësi, se secili e ka përgjegjësinë e vet çaq sa i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala mundësi. Wala takunu kalladhina tafarraqu. Dhe mos u bëni, thotë Allahu subhanahu wa taala, sikur ata të cilët janë përço, u htelefu, e janë kundërshtuar mes vete, min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, pasi që ka ardhur kuria, wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim, ata kanë dënim të madh. Kush janë këta? Të janë ehlul kitabi numër 1, të cilët janë kundërshtuar pikërisht për ndalimin e të keqes dhe urdhënimin e të mirës. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ata cilët kanë mohu prej Beni Israilve nëpërmjet gjuhës Davudit dhe Isës, birit e Mariemës, shkaku pse i ka mallkuar Allah është se nuk e kanë ndaluar të keqen. Kështu kanë thënë edhe ata. Ata do të ndaluar të keqen, atë dietar me folë edhe na kërkojnë na menet. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpjegimin e këtij ajeti ka shpjeguar se përpara te Bani Israilit kur ka kaluar një njeri e ka parë një tjetër të bëjë gjuna. Në transmetim duke pi alkool, edhe ditën e parë ka thonë mos pi alkool se kjo është haram. Ditën e dytë ka kaluar, ka thonë se e thash në këtë dje. S'ka folë hiç. Ditën e tretë ka kaluar apet të bëjë gjuna, e ka përshëndet ditën e katërt të ul me të, ditën e pesë ka vazhduar ka pi alkool bashkë me të. E kështu bën edhe këta. Allah subhanahu wa taala ndalën këtë çështje, mos u bëni ju sigur që kanë bërë ata. Por ju gjithmonë kur nuk bën përgjegjësia për me ndaluar të keqen me dorë, kur nuk bën përgjegjësia për me ndaluar të keqen me gjuhë,
kur nuk bën përgjegjësia për me urrejt keqin. Pastaj njeriu ka njerë mundet, ka njerë s'mundet, disa vepra mundet, disa s'mundet, për disa mundet me folë, për disa s'mundet me folë, sepse vazhdimisht është në ngarkesë për me urdhëruar për të mirë edhe për me ndaluar nga keqja. Dhe duhet me pas kujdes, mos me hiq këtë përgjegjësi për vetes, mos me hiq dorë për kësaj, për shkak se pastaj bëhen me sigurt ata të cilët kanë qenë paralele, wa ulaika lahum adhabun adhim, ata kanë me marrë dënim të madh për këtë që kanë hiq dorë nga urdhri për të mirë dhe ndalimi nga keqja. Hadithin e saktë tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka po be, walladhi nafsi biyadihi, pasha ata dorë të cilët është shpirti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, do të urdhani ose urdhani për të mirë dhe ndaloni nga keqja, aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'adaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Për shkak se nëse heqni dorë nga urdhri për të mirë dhe ndalimi nga keqja, Allah subhanahu wa ta'ala ka mundësi t'ja uqën një dënim si rezultat që s'keni urdhëruar për të mirë dhe s'keni ndaluar nga keqja, pastaj keni mukthy me lutë Allah subhanahu wa ta'ala me avhek dënimin, po Allah nuk ja avhek dënimin për shkak se ju nuk e keni krye obligimin e juve që keni pas urdhërime për të mirë dhe ndalimin nga keqja. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ditën e Kiametit disa fytyra kanë më shëndrit e disa kanë më kot nxime. Kanë më shëndrit ato fytyra të cilat ju kanë përmbajtur fjalës së Allahut e fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë kryer përgjegjësitë e veta, e kanë më nxirë ato fytyra të cilat i kanë gjujt përgjegjësitë ka thënë se ata e kanë për detyrë me ndërsh me dorë, ata e kanë për detyrë me folë kundër asaj, na që kena detyrë na hoxhëj. فأما الذين اسودت وجوههم sa përket atyre të cilëve u do të nxjerrin fytyrat e kafartum ba'da imanikum, do të thotë Allah subhanahu wa taala atyre në ditën e Kiametit, a u bot qafira pasi që keni pas besuar? Fadhuqul adhab bima kuntum takfurun, tashmë në dënimin për shkak të kufrit që keni pas. Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, sa përket atyre të cilëve do të shndritin fytyrat, ata do të jenë në rahmetin e Allah subhanahu wa taala, aty do të qëndrojnë për gjithmonë në xhennet. Dhe në përgjithësi fytyrat e nxira do të jenë fytyrat e pabesimtarëve. Fytyrat e shëndritura në ditën e Kiametit do të jenë fytyrat e besimtarëve. Kurse në më specifik në komentin e Ibn Abbasit, Allah subhanahu wa taala pas më shkruar këto ajete, ka thonë fytyrat e nxira janë fytyrat e bidatxive. Fytyrat e shëndritura janë fytyrat e ehli sunnetit dhe xhamatit. Ibn Abbasi në komentin e këtyre dy ajeteve, fa amma alladhina yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, aty disa fytyra do të shëndriten e disa fytyra do të jenë të nxira. Ibn Abbasi ka thonë fytyrat e shëndritura janë ata fytyrat e atyre të cilët e kanë pasuar sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse fytyrat e nxira janë atyre bidatxive që kanë qitë vepra e fjalë të cilat nuk i ka thonë, as nuk i ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq. Këto janë argumente, o Muhammed, edhe o ju musliman, të cilat Allah subhanahu wa taala u zbritin Kur'an e ju i lexoni për në mend. Këto janë sakta. Mos thot dikush ditën e Kiametit që nuk e kemi ditë. Po Allahu yuridu dhulman lil alamin, se Allah nuk do më u bëj zullum, ama duhet me ditë se cilë se nëse i lën përgjësit i ka bo zullum vetës vetë. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.